Seanca e fundit parlamentare u shoqërua me proteste e tensione jashtë godinës. Parlamenti ishte i rrethuar me gardë metalik dhe forca të shumta policie, ndërsa perimetri i sigurisë ishte vendosur nga Ministria e Brendshme përgjatë pedonales deri në zonën e xhamisë së Namazgjas. Fal këtyre masave, deputetët hynë në godinën e parlamentit pa u përballur me protestuesit. Por gjatë rrugës i shoqëronin thirrjet parlamenti i krimit. Protestuesit u mblodhën fillimisht pranë Ministrisë së Brendshme, duke bllokuar përkohësisht qarkullimin e automjeteve. Më pas ata u zhvendosën drejt rrugës së Elbasanit me synimin për t'u afruar godinës së parlamentit, por u ndaluan nga forcat e policisë në urën pranë xhamisë së Namazgjas. Në këtë moment situata u përshkallëzua. Protestuesit nisën të hedhin domate, vezë dhe sende të tjera në drejtim të efektivëve të policisë së shtetit, ndërsa disa prej tyre tentuan të çajnë kordonin e sigurisë. Policia ndërhyri për të mbajtur nën kontroll situatën dhe shoqëroi disa persona, mes tyre edhe aktivistin Arben Kola.